Një prej tregtarëve shumë të mëdhej, ka arrit një cilë shumë të lartë të pasurisë së tij. Dhe çdo ditë i shtohet brenga dhe stresi, humbshia e adurimit, humbshia e dashurisë në familje, humbshia e raportit me fëmijë, humbshia e jetës. Edhe mendon se do ta gjejnë shijen e jetës apo komponentet që do ta disponojnë atë nëpërmjet luksozeve të veçanta, me blenë yacht, me blenë një veturë të veçantë ashtu me radhë. Dhe kjo zgjat disa vite që këtë e shprehte një prej dietarëve të mëdhenj të botës islame dhe thotë se filloi dynjaja të më ngushton zemrën. Ne zakonisht kur t'i thojmë dikujt si ki dertet, si e ki jetën, fillon një herë ankesa, aspektin ekonomik e kam vështirë, këtë e kam vështirë, edhe në fund thot elhamdulillah, që atë elhamdulillah duhet me ndonjë lupë të madhe të zmadhojsh, se është shumë minimale. Do të thotë gjithë të mirat e Zotit i zvoglon, do të thotë ankesat i shton, ndërsa falenderimin e bën më të vogël. Është e kundërta, falënderimi duhet të jetë më i madhi, e pastaj të vazhdosh, e vazhdoj kriti jeta i ngushtohet. Në fund vjen një besimtar tjetër, një tregtar, thot, kam një propozim. Thot, shoh ty në ankth, shoh në stres të madh, në brenga të mëdha. Thot, ke shumë pasuri, dita ditës po të ngushtohet jeta. Thot, kam një propozim të bësh një vepër të mirë. Thot, cila është ajo vepër? Thot, një prej botës islame me një vend, thot, t'japim pasuri, t'japim ndihmë. Thot, po, thot, urno pasurinë. Thot, jo, thot, ashtu siç e ke fituar ta japish me dorën tënde. Fillojnë e marrin pasurinë edhe fillojnë të shpërndajnë me një prej vendeve në Republikën e Bosnës në vitin 1994 dhe japin karroca për njerëz me tmeta. Në momentin kur fillon me dhënë karroca, në atë moment një vajzë ka për kamë dhe thot, xhaxhi, ndale ta shoh fytyrën tënde, thot, urna çfarë halli ke të ndihmoj më shumë. Thot, ishte ndjenja më e veçantë, edhe kur kam fitu me shifra marramense, nuk e kam shijuar atë kënaqësi. Kur më ka kap për kamë, thot, xhaxhi ndalo, thot se kur dua të dal para madhnisë së Zotit, duhet i tham, Zoti im, merre këtë xhaxhin dhe çojë në xhenet. Thot, ky ka qenë momenti më i lumtur i jetës time. Ne nuk e dim kur e fitojmë kënaqësinë e Zotit, me një bamirësi nga materiali, në aspektin material ekonomik, apo ndonjë fjalë të bukur dikujt që i thu, apo ndonjë moment të veçantë ti që je mirënjohës dhe i thu Zotit shpërblev dhe bën lutje për te, në të cilën dikush ta ka bën një të mirë.